Ata ka nisur forca ushtarake policore në këtë vend, i njohur si 6 lisat në Likoshan. Forcat serbe kësaj radhe nuk u pritën si herave të tjera. Për banorët e këtij fshati ishte mbushur kupa. Vetëm pak ditë më herët, pa pikë faji, në fabrikën e Feroniklit, serbët kishin vrarë Avdullah Nikën. Andaj, pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për të parandaluar gjithë këtë represion serb, kishin filluar të patrullonin në Prekaz, Likoshan, Qirez e shumë fshatra tjera të Drenicës. Shumë dje me burra kishin dhënë fjalën se nuk do ta linin më okupatorin serb të torturonte fshatarët pa rezistuar deri në vdekje. Asgjë nuk ishte e papritur. Fshatarët e dinin se nuk do të shkonte larg kur një patrull tjetër të rikthehej në fshat për të torturuar banorët. Dhe fati e deshi që këtu të niste betejë e parë ndërmjet ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe forcave policore serbe. Një grup i pjesëtarëve të UÇK-s do të përballeshin drejt për së drejti me një patrull të forcave serbe. Sabit Ladrovci, Rasim Kiçina, Jahir Hajdari e Musa Shari u pozicionuan në këtë vend, ku sot valon i lirë flamuri Kuqezi. Krismat e para të lirisë shkrepën. Motorisën! Shopi! Për gola! A fillimi i luftës ka filluar të 6 lisat. Na konë në Brahimit, jënë zatet shkiet u ko patrulla Rasim Kiçina, Sabit Ladrovci, Jahir Hajdari, jënë ko të orë më bo bashkë me neve dhe më shkuna për Prekaz. Vishë kanë pas më ardhë heret. I kanë zonë gjumë që ka e në vanu në të nata e din, ku e në orë patrulla policisë kënë të shqituarja e Ramadanit aty. Se nuk e dija, i ka pas 2-3 ditë, hala ku e pomi atë ninka që e pa të ninjë Avdullah Nikën në traf. Në traf të rënjës aty. Ku e pomi ato majtë aty, hala shkë është në zinja i në orë da gjendë për kazit aty. Tu e amur dokumentat aty në me kontrolu, ka orë ke ripi dhe për shefësit. Kërë kanë po, patrullën e policisë, për mësë më hinë katën, ja kanë majtë tonës, po, rrugë nuk i kanë ditë. Nuk i në kontë njërë shumë kërkosh me ta, edhe se kanë ditë rrugën, ka menduë që një gjësoj rrugë dhe dalin atje, ata vërtet është rrugë, po ata nuk kanë ditë.